Ëmbëlsirë më të thjeshtë se trileçja nuk ka, përgatiteni sepse ja vlen. Për recetën e trileçjes na duhen 7 kokra vezë. Unë I kam qarë më parë për t'i kontrolluar se mos ishte ndonjë e prishur. Dhe tani te vezët do shtoj 10 lugë me sheqer. Do t'i punoj të dyja së bashku me mikser për 10 minuta. I kam miksuar të dyja për 10 minuta, kjo është konsistenca. Tani do hedh 10 lugë me miell. Pra, 7 sheqer, 7 miell. Nëse doni të bëni një trileçe më të madhe, mund të hini 10 vezë për shembull, 10 lugë me miell. Do I shtojmë një fryrë përpjekje e do t'i trazojmë përsëri. Pati spanja po piqet, ne tani do bashkojmë 3 qumësha që t'i kemi gati. Atëherë unë I hedh qumësh normal. Shtoj pana, por do të kam pana hopla sepse është shumë e mirë. Ja hedh të gjithë sa më pëlqen shumë shija që ka pana. Të 3 qumëshat bashkë, tani do t'i trazojmë. Gati, dhe tani unë do ta shpoj pak me pirun, nëse juve keni frysë dhëmbësh, mund ta shpoj me frysë dhëmbësh që kështu e merr më mirë qumshin dhe do ta lë të ftohet. Pati spanja kur është e ftohtë e merr më mirë qumshin, e thith më mirë, bëhet më mirë, nuk bëhet I shurë nga brenda. Pandi spanjë do ta vendosim gjithmonë me pjesën poshtë. Kështu. Tani do hedhim pjesën e qumshit që mbeti lart dhe do mundohemi ta hedhim edhe nga anët që ta thithim mirë dhe të na bëhet e gjithë pandi spanja e butë. Kështu. Tani do t'i hedhim kremi karamel. Leçën e kemi gati, do ta vendosim në frigorifer për 1 orë dhe më pas do ta provojmë si ka dalë. Dhe më thoni si do ju dalë.